Korça ka ndezur dritët e festës së birrës, një prej eventeve më të mëdha verore në vend që këtë vit shënon një tjetër moment rëndësishëm, 20 vjetorin e krijimit të saj. Edicionin e 20 të festës së birrës, eventit më të madh veror në Shqipëri. Publiku në natën e parë ka mundur të shijojë performancën e Randa Libovës, Luiz Zeilit, si edhe këngëtares greke Ivi Adamu. Mijëra vizitor nga e gjithë Shqipëria, por dhe nga jashtë shtetit, janë bërë pjesë e këtij eventi, ndërkohë që pritet edhe më tepër vizitor në netët e ardhshme. Familje të rinj, emigrantë dhe turistë të huaj kanë zgjedhur të jenë pjesë e këtij eventi, duke sjellë një atmosferë shumë ngjyrshe dhe ndërkombëtare. Muzika, performancat e artistëve, larmia e birrave dhe ushqimet tradicionale janë shoqëruar me një pjesëmarrje të lartë që në orët e para të mbrëmjes. Për shumë prej vizitorëve, kjo është një traditë që përsëritet çdo vit, ndërsa për të tjerë është hera e parë që marrin pjesë në festën e birrës. Mes tyre ka edhe shqiptar që jetojnë në Greqi, Itali apo Gjermani dhe që kanë zgjedhur ditët e festës për t'u rikthyer në Korçë, ndërsa turistët e huaj thonë se kanë mbërritur në qytet pasi kanë dëgjuar për eventin dhe 20 vjetorin e tij. Përshtypjet e para janë pozitive, ndërsa shumica thonë se do të rikthehen edhe në netët e tjera të festës. Për banorët e Korçës, festa e birrës është tashmë një traditë e përvitshme, por këtë vit atmosfera duket edhe më e veçantë. Një prej zonjave korçare, e cila ka ardhur vetëm, tregon se merr pjesë çdo vit dhe se organizimi i këtij edicioni i ka pëlqyer veçanërisht. Shumë mirë. Me kë ke ardhur? Vetë. Vjen gjithmonë në festë e birrës? Gjithmonë vjen. Si të duket këtë vit në këtë ambient të ri? Vjet akoma më mirë. Pse është më mirë? Po, ushtuan e ambientin e kanë bërë shumë të mirë. Do na vi Luizi se na kish marr malli. Do vish netët e tjera? Do vi tër netët. Përtej publikut vendas, festa ka kthyer në Korçë edhe shqiptar që jetojnë jashtë vendit. Një zonjë me origjinë nga Mokra ka udhëtuar nga Athina për pushime, por këtë herë ka zgjedhur që pjesë të qëndrimit të saj të bëjë edhe festën e birrës. Pas 2 dekadash, ajo thotë se po e përjeton për herë të parë nga afër këtë event. Jam bez nga Mokra. Kam marrë me pushime nga Athina për festën e birrës. Jam shumë e gëzuar që erdha sot shikoj vendit e Shqipërisë. Si të duket atmosfera? Shumë e bukur. Tina, çfarë të themi neve? Më pëlqen shumë. Ju më parë keni qenë në festë e birrës apo është herë e parë që vini? Për herë të parë. Mas 20 vjetë kam ardhur në festën e birrës. Jeni me kë keni ardhur? Jeni vetëm apo me familjar? Me burrin dhe me qenin e vogël. Do të vini dhe netët e tjera? Po, dhe nesër këtu do jem. Edhe për shqiptarët që jetojnë në Itali, rikthimi në vendlindje është shoqëruar këtë herë me pjesëmarrje në festën që prej 20 vitesh është kthyer në një simbol të verës korçare. Një tjetër vizitore ka ardhur me familjen dhe planifikon të qëndrojë 2 ditë në qytet. Jeni korçare? Me origjinë. Ku jetoni? Në Itali. Keni ardhur për festën e birrës? Po. Si të duket? Shumë e bukur, era e parë që po vim. Shumë i përsosur. Me kë keni ardhur dhe sa do të qëndroni? Me familjen, 2 ditë. Festa ka tërhequr edhe vizitor nga Tirana, disa prej të cilëve kanë kthyer pjesëmarrjen në një traditë të përvitshme. Për ta edicioni 20 duket më i bukur dhe më tërheqës, ndaj kanë planifikuar të qëndrojnë në Korçë gjatë gjithë ditëve të aktivitetit. Si po kaloni sot? Bukur, shumë bukur. Ka keni ardhur? Nga Tirana. Është hera e parë që vini te festë e birrës apo keni ardhur e më parë? Nga herë të tjera. Po si të duket këtë radhë që është në polin e eventeve? Shumë e bukur. Çfarë po të pëlqen më shumë? Të gjitha. Me kë ke ardhur dhe sa do të qëndrosh? Do qëndroj 3 ditë. Derisa të marrë festa. Atmosfera e festës ka mbërritur edhe te vizitorët më të vegjël. Një vajzë e vogël që jeton në Gjermani ka ardhur për herë të parë në Korçë për këtë event dhe thotë se për të festa është edhe më e veçantë, pasi do të shohë nga afër këngëtarin e saj të preferuar, Luiz Zeilin. Pre nga ka ardhur sot? Nga Gjermania, unë pëlqen këtu shumë. Kush të ka treguar për festën e birrës? Mami edhe babi. Është hera e parë që po vjen këtu? Po, edhe më pëlqen shumë. Po, një këngëtar të preferuar, a keti? Aha, Luizin, edhe mezi po pres që të këndoj. Do të vish edhe netët e tjera bashkë me mami dhe me babin? Po. Pjesë e publikut të natës së parë kanë qenë edhe vizitorë nga Kosova.
Për një prej tyre, kjo është hera e parë në festën e birës, por përshtypja e parë është pozitive jo vetëm për atmosferën e eventit, por edhe për mikpritjen që ka gjetur në Korçë. Dhe a keni qenë dhe më parë në festën e birës? Ja s'kom qenë kurrë në festën e birës, hera e parë kjo është. Për herë të parë ve. Si po të duket atmosfera? Shumë mirë. Me kë keni ardhur? Ku marrë me të shoqen edhe me prindë e shoqes. Çfarë po të pëlqen më shumë në Korçë? Po pëlqen shumë në Korçë që janë njerëzit e mirë, turp, për mrekulli. Shumë mirë. Po këtu te festa çfarë të tërheq më shumë? Më tërheqen të gjithë janë qetë, mirë, festojnë, kënaqen, janë të lumtur, kam pëlqen më shumë të. Do të vini dhe netët e tjera? Do të vi. Por festa e birës tashmë ka kaluar kufit e një eventi vetëm shqiptar. Në Korçë kanë mbërritur edhe turistë huaj, mes tyre një vizitor nga Athina, i cili së bashku me familjen ka vendosur të vizitojë qytetin për herë të parë pasi ka dëgjuar për 20 vjetorin e festës. Kam ardhur nga Athina, Greqi. Është hera e parë që vi në Korçë. Dëgjova për festën e birrës dhe 20 vjetorin e saj dhe erdha bashkë me familjen time. Pam në për rrugë që kishte reklama për festën e birrës dhe atje e mësuam. Atmosfera shumë e këndshme, shumë lloje birrash dhe tradicionale. Me siguri do të vijë edhe nesër. Në skenën e natës së parë u ngjitën artistë të njohur duke nisur programin muzikor të një edicioni jubilar. Këngëtarja Eranda Libohova, e cila pati edhe privilegjin të hapë festën, vlerëson atmosferën. Ecuria është sukses. Pjesë e programit artistik ishte edhe këngëtarja greke Ivi Adamu, e cila u rikthye në Korçë për të performuar për publikun e festës së birrës. Artistja thotë se marrëdhënia me publikun korçar është e veçantë dhe se ndihet e lumtur sa herë rikthehet në këtë skenë. I'm very happy to be here every time because Jam shumë e lumtur për çdo herë që vi këtu, sepse publiku mi do këngët dhe unë e dua publikun. Gjithë kjo dashuri ka më shumë rëndësi për mua. Ju falenderoj që më ftuat edhe këtë vit dhe shpresoj që njerëzit ta shijojnë performancën. Me një natë të parë të karakterizuar nga pjesëmarrja e lartë dhe atmosfera festive, Festa e Birrës ka nisur edicionin e saj të 20. Vizitorët që kanë ardhur nga qytete të ndryshme, nga Kosova, Greqia, Italia dhe Gjermania, kanë konfirmuar se ky event tashmë është kthyer në një pikë të rëndësishme takimi për turistët, emigrantët dhe banorët vendas. Festa do të vijojë edhe në netët e ardhshme me performanca të tjera, ndërsa publiku pret artistët e radhës dhe kulmin e atmosferës festive në Korçë.